أضفيت على بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين وبعد. Falënderimet dhe lavdërimet e sinqerta i takojnë vetëm të Madhit Allah xhalla shanu, përshëndetjet, paqja dhe shpëtimi qofshin me Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij, mbi shokët e tij si dhe gjithë ata të cilët e ndjekin rrugën e tij me sinqeritet deri në ditën e gjykimit. Vëllezër të nderuar, imam të nderuar, koleg, hoxhallar, xhamat i nderuar, pleq e tri, pra gjithë ju që jeni këtu, fillimisht më lejoni që t'ju përshëndes me përshëndetjen e ngrohtë islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Paqja dhe mëshira dhe begatit e Allahut qofshin mbi ju. Unë jam mirënjohës sonte që ja pra gjendeni prezent këtu të dëgjoni edhe ju disa fjalë, jo se hoxha juaj nuk u ka treguar për hijrin, rëndësinë e hijretit, po thjesht bëjmë do të thot një përsëritje të asaj që u kanë treguar hoxhallarët, për shkak se është thënë edhe më herët se përsëritja është armiku më i madh i haresës, apo është edhe nëna e dijes në të njëjtën kohë. Edhe unë falenderoj edhe hoxhën pas falënderimit të Allahu xhaleshanu që ja bëj që ma bëri ftesën për të gjendën në mesin tuaj. Falenderoj edhe kolegët e mi, hoxhallarët, të cilët ju bashkangjitën kësaj tribune, lut Allahu xhaleshanu edhe ata do të thotë ti shpërbleme të mira. Po ashtu një falënderim edhe një mirënjohje për këtë xhamat, për shkak se hoxha kur i përmendi më herët pak librat të cilat i kam botuar, është e vërtet se prej ardhëstimit në Zvicër diku 3 libra të mia personale, do thotë unë që i kam shkruar, janë botuar, dhe të 3 librat janë financuar nga xhamati ynë i cili gjendet në Zvicër. 2 libra janë financuar nga xhamati Vecikonit dhe një libri i fundit për arojtarët e identitetit është financuar nga një pjesë e xhamatit Vecikonit dhe një pjesë e xhamatit të Afoltër në Mallbisit, pra xhamisë tuaj. Unë e falenderoj edhe hoxhën për aktivitetin që e bëni për tubimin e disa mjeteve, për votimin e atij libri dhe gjithë atyre të cilët kanë dhënë Allahu xhaleshanu, inshallah i shpërblen me të mira. Tema për cilën ne do të diskutojmë sonte është çështja e hijrit dhe ashtu e kemi quajtur integrimit. Hijri dhe integrimi, për shkak se këtu në Zvicër për me të madhe përdoret termi integrim. Mirë po të jemi qartë. Fjala integrim, unë duke e punuar temën time të doktoraturës, kam konsultuar një literaturë gjerë edhe në anglisht, edhe në shqip, edhe në gjuhë tjera që i njoh, serbisht e maqedonisht e kështu me radhë, dhe jam munduar të gjej edhe në për enciklopedi një definicion se çka është integrimi. Kur thuhen namazi për shembull, duhet ta definosh çka është namazi. Janë veprime të caktuara të cilat fillojnë me tekbir, me niyet me tekbir edhe përfundojnë me selam. Tash integrim, çka është integrim? Ne gjithë ju besoj se gjithë e përdorni fjalën integrim. Mirë, po në qoftë se kërkohet të bëhet një definicion i fjalës integrim, këtu lind problemi. Njerëzit, sociologët, politologët, teoreticienët e ndryshëm nuk kanë një qëndrim të njëjtë dhe nuk kanë definicionet njëjta për atë se çka është integrimi. Çdo njëra palë e shef integrimin nga këndvështrimi i vet. Dhe çdo njëra palë jep definicione për integrimin varësisht ata si e shohin integrimin. Dhe i gjen sociologët qapin tjetër definicion, politologët qapin tjetër definicion, hoxhallarët qapin tjetër definicion e kështu me radhë. Edhe është shumë normale për shkak se si term në aspektin gjuhësor do të thotë ti mbledhish disa copa dhe ta bësh një. Ta bësh një, krejt këto copa duke i ruajtur veçoritë e veta, ama në fund të duken krejt si një. Në aspektin gjuhësor kjo do të thotë të integrosh diçka. Do me thënë që a gjejsh vendin çdo njërës pjesë në atë të rësinë e përgjithshme. Mirë po, në aspektin terminologjik, çka do të thotë këtu lind problemi? Këtë them me qëllim që edhe gjatë ligjëratës mos thotë dikush më kupton se valla çka thirrim ne tash hijreti dhe integrimi, edhe hijreti thirrën të integrohemi. Ne do ta tregojmë se si thirrën hijreti për në integrim dhe çka kemi ne për qëllim me integrimin. Definicioni më i afërt është
se integrimi nënkupton lidhjet në mes individve dhe bashkësive në një shoqëri ku jetojnë. Lidhjet mes meje dhe teje këtu në xhami si musliman, edhe këtu ne integrohemi në xhami, unë prej Shtetove, ti prej Kumanova, i tjetri prej Shkupi, ki prej Gostivari, vllau jon nga Shqipëria, me thonë krejt ne, si kemi raportet mbrenda këtu në xhami një, dhe mandej qka, ne si komunitet, krejt ne individet, pas ju integrum vetë në njerë, mes vete raportet si kemi, ne si komunitet, si kemi raportet me tjerët të cilët jetojnë në shoqërinë ku jetojmë ne. Si duhet tjenë raportet tona? Si janë raportet tona? Duhet tjetë ashpërsia, butësia, toleranca, mos toleranca, kështu më radhë. Pra në këtë formë, duhet qivet çështja e integrimit. Për atë edhe ne kur flasim faktikisht për integrimin, çdo herë e kemi për qëllim bazamentin islam. Ne flasim për nocione, jo dikush tjetër si e kupton. Jemi të qartë. Jo dikush tjetër si e kupton integrimin, por ne si e kuptojmë integrimin që mos bëjmë ndesh me parimet tona bazë të fesë islame. Për këtë pra, kur flet një hosh për integrimin, nuk duhet ta përzini me një politikan që ndëgjoni ju në SF nisha atje që flet për integrimin. Edhe tush mandej, hoxha flet për integrimin, ti krejt shkon ndërmend, për shembull ISVP kur folën për integrimin. Këto janë dit termat ndryshme, ju lutem, do të thotë mos i lidhni me njëra tjetrën. Ne folim këtë ndryshe për integrimin, ata folin ndryshe. Dikush e nënkupton integrimin asimilim, që do të thotë shkrirje. Ne nuk e kuptojmë integrimin shkrirje, që të shkrihesh dikun, ti t'i zhdukish dhe ti humbish krejt veçoritë tuaja. Jo. Po unë integrohem, hi në komunikacion, ama nuk hi në komunikacion të mshkelin. Unë hi në komunikacion kur vjen në radha, mos më bjerë ndo një vetur tjetër që vjen prej mbas, e dita, e keni mësuju krejt që keni marrë leje, kur hinë prej një rrugë ansore, për shembull në atë rrugën kryesore, shpejtësia që ka 2-3 linja, ose lenta që u themi ne, shpejtësia duhet jetë si atyre tjerve, se në qoftë se jemi shpejtësi ma të vogla të bim prej mbas, krejt. Kuptoni? Edhe ne futemi ati, po ne nuk futemi prej rrugës ansore, si islami nuk është rrugë ansore. Miro për të shembulluar vetëm e sjellim. Ne futemi me një shpejtësi të madhe dhe me një vetur shumë të fortë, që jo vetëm që shkon, po edhe fluturon mbi tjerat. Këtë kemi për qëllim ne të integrohemi. Çka? Të integrohemi në komunikacion me tjerët dhe të i kalojmë tjerët. Por jo duke e zhduk veturën tonë dhe duke i shiquar duke obit, au kjo, M5, au kjo ne, X6, jo. Ne tonën ata tjerët tonën kur ta shohin, thunja ja kjo përshe ka jena, jo tjetra ku e di qka. Ata të habitën me ne, jo ne të habitëmi me ata, kuptoni? Kështu kuptonja integrimin, u futëm në rrugë ne, ama jo ne të shikojmë, ja u qfar limuzine kjo, qfar ajo, jo ashtu, po ne shkojmë se ne i dim krejt qka janë dhe nuk na bëjmë përshtypje, hecim barabar me ata e kthejnë kokën, unë bet koka kështu në qafa u thehet, tu e pa, jo musliman qfar veturë paskan. Ama jemi ne që e kemi atë vetura është, ama e vozitim në ajo është qëtër pullë. Tash, u kuptu dhe të thotë se qka në kuptojmë ne me fjallën integrim. Qetra hijri tash. Qka në kupton hijri? Kure përdolim fjallën hijret, në aspektin gjusor do të thote emigracion, shpërngulje. Edhe ne u themi për fat keq, në përfshatrat tona që kur zbret dikush prej një fshati me një fshat tjetër, në u themi magjera ati, ashtu, muagjera. Ata janë vllaznit tonë, po ne ashtu kemi në gjitë, tash pse ka ardhur prej një vendi tjetër në vendin tonë, pra ka bon hijret, se kjo prej gjuhës arabe ka rrjedh, e ki ka bon hijret do të thotë është shpërngull, prej një vendin në vendin tjetër. Hijreti është shpërngulje, muslimanët u shpërngullën, prej Mekës shkuan në Medine, ku atje e themeluan edhe shtetin islam në krye me Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, pejgamber i Zotit, dhe në të njëjtën kohë edhe udhëheqës suprem i shtetit islam. E tash, hijreti, ne këtu e kemi për qëllim hijretin si ndodhi, dhe në të njëjtën kohë e keni ndëgjuar ju, e keni ndëgjuar thot viti i ri i hijretit. Çfarë do të thotë kjo viti i ri i hijretit? Kjo do të thotë se
muslimant vitet i matin në bazë të ndodhisë së hijretit. Çka do të thote? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam derisa ka qenë gjallë, nuk janë matur vitet në këtë formë. Ndrish janë matur prej vitit lindjes tij kur ka ndodhur ajo ndodhia e madhe e elefantave, kur kanë ardhur elefantat të argëzojnë Qabën dhe nuk kanë mund të atë vit ka lind pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Arabët atëherë kur kanë dashur tregojnë diçka kanë thonë, për shembull 10 vite pas shkatrimit të ushtrisë elefantave. Do me thonë, prej asaj ndodhije i kanë matë vitet. Mirë, po pas vdekjes Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, lindin mesin e muslimanëve nevoja për kalendar islam, që dhe muslimant numrojnë, bëjnë numrimin e viteve. E tash, në kohën e Hazreti Omerit, ai mori iniciativë dvehet kalendari islam. Mirë, po tash, cila ndodhi do të merret si bazë, prej ku ti matin vitet, prej ku ti numrojnë vitet musliman. Kish propozimet ndryshme, dikush thonte lindjen e pejgamberit e Islam, dikush thonte shpalljen e Kur'anit, dikush thonte vdekjen e pejgamberit alayhis salam, dikush thonte miraxhin ta marrëm, e kështu me radhë. Mirë, po propozimi që u pranu ishte unanimisht edhe që u tregu më i qelluar ishte hijreti pejgamberit, shpërngulja të merret si ndodhi prej ku musliman do të fillojnë të numrojnë vitet. Pse? Edhe shumë e qelluar ka qenë kjo, për shkak se me hijretin veç periudhat e historisë islame ndahen dy. Para hijretit edhe pas hijretit, e Mekës dhe e Medinës. Në kohën e Mekës, muslimant ishin si individ, si një komunitet, i shtipur, i maltretuar, mbi ta ushtrohej dhunë, fyheshin e kështu me radhë. Me kalimin e tyre në Medinë, veç morën pamje tjetër, ma u bën shtet. Për atë ishte rëndësishme marrja pikrisht e ndodhisë së hijretit, e cila inicoi ndryshime në arenën botërore, se muslimant u paraqitën si forcë, si fuqitash, jo vetëm mos si individ, po u paraqitën si shtet i cili filloi të bëje marrëdhënie, të çoje emisar, të ketë lidhje me perandorit për rreth. Zani dhe nami muslimanëve u dëgjua anemban, kështu që ma tash ata nuk ishin një grup muslimanësh në Mekë që kur u kujtoi idhujtarve, mushrikve, i rihnin, i bonin andej këndej. Tash ma ata ishin shtet edhe u kishin ndrohen të gjithë vendet të cilët ishin për rreth. Paraqitën një opsion 3, një pamje 3, një mënyrë të re të bërjes politik, një mënyrë të re të trajtimit njerëzve, sjelljes shoqërore kështu me radhë, një mënyrë të re të ekonomisë. Pra, në krejt aspektet muslimanët tash pas hijretit u ban faktor kiç, dhe për këtë shkak ndodhia e hijretit u mor pra si piknisje, u mor si bazë prej ku muslimanët do të fillojnë ti numrojnë vitet. Për atë kur thuhet viti i ri i hijretit, e keni parasi se është, do të thot në bazë të kësaj ndodhie madhështore që ka ndodhë, dhe prej ati muslimanët kanë fillu ti numrojnë vitet. Nuk do të thot se para nuk i kanë numru, mirë, po ka pas kritere dhe standarde tjera. E në kohën e Hazreti Omerit u mur pra hijri si bazë, si piknisje për të numruar vitet, dhe prej atëherë ka ngjerë do të thot viti i ri i hijretit, në etash në jemi në vitin 1433 e sa? 1433, pra viti i ri i hijretin në bazë të kalendarit të hanës që e vu pra Hazreti Omeri radiallahu anhu. Tash, musliman të hijreti do thonë të shpërngulja muslimanve prej Meke në Medine. Hijreti na përkujton ka ana tjetër po ashtu edhe fundin e vitit. Fundi i vitit. Fillimi i vitit 3 kalendarit islam. Tash, shiqoni xhamat të ndershëm. Muaj fundit, ki muaj në cilin edhe haxhit kanë qenë, Dhulhijhe. Dhe mandej fillon muaj Muharrem, ashtu. Muaj fundit, muaj Dhulhijhe. Kushti i 5 i islamit cili është? Haxhi. Kur bëhet haxhi? Dita Arafatit. A keni agjëruar? Inshallah keni agjëruar ditën e Arafatit.
dita e 9 është nuk kanë qenë haç. Dita e 9 të muajit Dhulhixhe. Dita e 10 është Bajrami. Dita e parë Kurban Bajrami. Shikoni, analizoni. Kushti i 5 i fesë islame pas shahadetit, namazit, agjerimit, zekatit, haxhi vjen. Kushti i 5 i fesë islame, dhe pas i ke plotësu të gjitha, edhe vjen edhe të haxhi, ama tash ka njerëz që thotë valla be nuk e din internet shpesh na pjesën, s'fali namaz po du të shkojnë haxh, am bëhet kabull haxhi ajo. Ti do të thotë ajon pa e mësu zhojën ke dalë ta bëjsh. Po inshallah me qenë jafti po në krejt me njerë, nuk ka problem, me qenë gjendim kokë. E tash, kushti 5 i fesë islame, veprimet kryesore të këtij kushti kur bëhen? Në muajin Dhulhixhen, muajin e fundit kalendarit tanës. Shikoni sa interesanta. Me thonë kushti 5 i fundit i fesë islame bëhet në muajin e fundit dë vitit në bazë kalendarit të hijretit. Që do të thote, kjo kohë është kohë e bilansit. Si që i thonë gjermanisht, abreknung, a i thonë që ashtu, kur i merë ato që i shkru në fund, tot kafeterisë ose dikund, krejt i bëjnë ato, edhe në fund i shiqojnë ato llogarit. A më kupton? Punojnë ato si kontabilistët në fund të vitit, edhe bona qomë dale, a plus, a minus, a si ka dale, ashtu. E muaj fundit është muaj kur musliman, normalisht ata cilët Allahu xhashanu va ka mundsuar dhe i plotsojnë kushtet, e plotsojnë edhe kushtin e 5 fesë islame në muajin e fundit të vitit në bazë të kalendarit të anës. Që do të thotë se kur vjen hijreti dhe muaji i fundit i kalendarit në bazë të anës dhe fillimi vitit ri, duhet spari një herë të bëhet integrimi personal i njeriut. Çfarë du të thëmë me integrimin personal? Se tash na duhet një integrim tjetër. Integrim personal do të thote krejt pjesët e trupit tënd, krejt veprimtarin tënd dhe ta shohësh si një tërsi, jo diçka të lësh anash. Çka do të thote kjo? Kur dhe vije fundi vitit vllai i nderuar, merë ato, shiqo bëna abreknungin tënd, ulu një natë, një ditë. Edhe sot, këtë vit, çka kam baun? Këtë muslimani do të bëjë çdo ditë, në sabah edhe njaci. Mirë, po kjo është e ditore, ka javore xhuman, ka vjetore në Ramazan dhe ka jetësore në haxh. A kjo është vjetore me rastin e fundit vitit. Edhe bëne një llogari, merre kalemin edhe shiqo këtë vit, çka kam ba unë? Sa jam fal unë? A kam agjeru unë? A kam ba punë të mira unë? A jam largu prej mëkateve unë, prej harameve? Ku jam unë bilansin këtë vit? Si e kam? Sa do të dalë në fund? Barabar, 0-0, plus apo minus? Këtë duhet ta kuptoje viti i ri i hijretit. Integrimi i trupit tënd, integrimi i qenjes tënde, çka? Ta analizosh, jo, hajde do ta shoh a kam fol fjalë të këqija vetëm. Ajo është gjuha, po sirin, a e ke integru sirin ti në këtë llogari? Duhet sirin ta integrosh. A ke shiqu haram? Duhet dorën ta integrosh. A ke prek haram? Duhet këmbën ta integrosh. A ke shkel në haram? Duhet zemrën ta integrosh. A ka ardh inat për vllaun tënd kur ka arrit diçka? Duhet mendjen ta integrosh. A ke pas mendimet këqija për vëllezërit tua? Nuk ke pas mendimet këqija. Duhet veshin ta integrosh. Me veshin tënd, a ke ndëgju dhe a ke dash, a ke pas dëshirë të dëgjosh gjëra të cilat nuk bën muslimani ti dëgjoje. Kjo pra është integrimi personal që duhet ta bëje çdo njeri musliman dhe çdo njeri neri në fund të vitit të ri të hijretit. Ta llogarisish veten tënde ku ke qenë, sa namazet kanë kalu, sa namazet si ke fal, sa xhumajat kanë kalu, sa ditë të agjerimit nuk i ke mbajt, sa punë këqija ke bë, sa punë mira ke bë, a ke dhënë sadaka ajo, a i ke ndihmu fqiut ajo, a i ke ndihmu vllaut ajo. Si e ke bilansin? Në fund si do të dale? A do të dale bilansin mirë për këtë vit? Apo valla be ki hoxha gjithmonë unë hiç se kam pas llogaria, ti s'kam pas zotin këtë vit sa kam pa. Krejt smet kat hoxha më kanë hub, krejt për një. Kanë shku. Llogaritë viti i ri i hijretit është simbol i integrimit personal së parit njeriu. Ta llogaritim veten tonë
veprimet tona, veprimtarin ton, çka kemi mbrinë në këtë vit, ku e kemi kalu kohën në këtë vit, sa e kemi humb kohën në këtë vit. Këto gjëra pra ne duhet t'i analizojmë kur vin viti i ri i hijretit. Jo vetëm si ndodhi, hoxha foli për hijretin. Jo, po viti i ri i hijretit në fakt aludon në këtë pikrisht një nga mundësit që ne ta llogarisim vetveten, se për ndryshe vetvetja nuk llogaritet vetëm një herë në vit. Muslimani duhet çdo herë ta llogarisë vetveten e vet. Mirë po, një nga ato mënyra është pra edhe viti i ri i hijretit, kur ne duhet dalim me bilansin ton personal. Pse? Me qëllim që viti i ardhshëm inshallah të jetë më i mirë se ky vit. Gabimet që i kemi bën, mos i përsërisim. Punët e mira t'i shtojmë, mangësitë t'i eliminojmë. Gjërat pozitive do të thotë zgjerohet diapazoni jonë kështu me radhë. Ajo valla kur do ta marrëm llogarinë edhe shiqojmë, ta analizojmë si do të na dalë puna. Mazi se Greqia thellë do të him të poshtë. Më në krizë se Greqia. Edhe Banka Evropiane se në nxjerrë prej krize mandej. Ska, ama ajo dha dorëheqje ne, se na bëm dorëheqje pi vetes tonë. A që qeverit vinë e shkojnë, jep dorëheqje njëna, vjen qetë, disa protestojnë. Atë ne, çka do të bëjmë ne? Kujt i dhum tape dorëheqje? Gjuhës, sive, mendjes, kujt do t'i dhum? Ska, sep dorëheqje asnjë. Por atë ne duhet ti bartim faktikisht pasojat e gjithë asaj. Por atë vëllezër të nderuar, hijreti, fundi i vitit, ndodhia e hijretit e cila është marrë bazë për matjen e kalendarit dhe numrimin e viteve, duhet të jetë një moment, apo një nga momentet që ne do ta llogaritim vetveten tonë, do ta bëjmë bilansin tonë, se shiqo, simbolika e haxhit na mëson për këtë gjë. Shiqoni kjo simbolika, ishareti çka është, në atë kuptimin e brendshëm, do me thënë ezoterik të hisht në thellësi të analizojsh. Haxhi bëhet në këtë kohë, në muajin e fundit çka që e bën bilansin e të 4 kushteve tjera të islamit dhe përfundon me kushtin e 5 të islamit. Që do të thotë se çdo herë duhet bën bilanse të tilla dhe çdo herë duhet mundohet duhet mendohet ka përkryerja dhe kompletimi muslimanëve në çdo vit të ri të hijretit. Kjo është integrimi personal që hijreti luan pra në jetën tonë, në përditshmërinë tonë, në komunitetin tonë, në shoqërinë tonë. Tjetra, hijreti xhamat të nderuar bëni integrimin e shoqërisë islame apo të bashkësisë të komunitetit, xhamatit islam, ma thjesht u shprehem, mes veti. Si e integroj hijreti muslimanët mes veti. Shiqoni, flasim për 2 qytete, Mekja dhe Medineja. Ata në mes veti kanë 390 kilometre dikund. Në mes veti ato që janë la. Muslimant, kur u larguan prej Meke, ata nuk kishin atëhere SBB-n atjene, nuk i kishte ato. Atër s'ka qenë SBB-ja në Arabi, trenat, as flughafja e Cirit s'ka qenë, as kargo nuk ka pas. Ti ngarkojnë malin, e paret, e arin qofse kanë pas, e diçka tjetër, ti ngarkojnë atje dhe ti marrën me vete shtëpia të veta, atë çka kanë pas. Atër nuk ka pas. Po edhe vet idhujtarët mushrikët nuk i lenin të merrnin me vete asgjë. Me qëllim, musliman thjesht dulën duart në xhepa, si themin, duart thatë. Pa kur gjohiq, e lan shtëpinë, e lan vendin, e lan mallin, çka kishin ata, do të thotë, edhe duart thatë u nisën edhe shkuan në Medinë për hir të Allahu xhaleshanu të bëjnë hijret. Shiqo, çfarë ndjenje besimi? A mundet sot dikush ta lënë pasurinë e vet, ta lënë shtëpinë e vet, ta lënë mallin e vet, nëse kërkohet për hir të Allahu xhaleshan? Sot besoni, në qoftë si thotë dikuj, mobe kjo se s'ban. Ama hoxha, disa fiton njeriu. Po s'ban be këtu ku pizeri këtu pizeri pa alkohol. Nein. Po ti bën thot, po s'ka mra pa hiç, thot, se ne paguajsh qiran. Ato në reknu nga të vinë,
mas reknungave ma nungat një nga një të vin, edhe thot se një dalësh në skej. Mirë po shiqo, muslimanët për hir të Allahut, nuk e murë vallaj se jo, po doner kebapi ku shkon pa piv. Ata nuk e murën pivën për në doner kebap. E lanë krejt dhe shkuan për hir të Allahu Gjellëshanuhu të bëjnë hijret. Sot muslimania mundën të bëjë këtë. Ta lënë një haram që është haram, edhe pse ndoshta cilë pare, për momentin, ta lënë se Allahu Gjellëshanuhu këtë e ka bëjë haram. Vetëm analizonja, gjendjen tonë, çdo njëri në vetë, s'ka nevojë dikush këtu të tregoja në vetën tënde të shiqo. Dhe analizo aktin madhështor të muslimanve të parë. E tash, ata shkuan pa asgjë, lanë çdo gjë që kishin aty. Tash, u dasht, atyre u dasht shtëpi, ju dasht pasuri, ju dasht kushti ushqeje dikush. Hijreti çka na mëson? Na mëson se muslimanët treguan gjendje të madhe të solidaritetit dhe humanitetit ndër njerëzor dhe ndër musliman, duke i hapur muslimani për muslimanin dyert e veta, ndajtën çdo gjë që kishin mes vete, shtëpit i ndajtën. Bile thuhet disa që nuk kanë pas shtëpi me 2-3 dhoma, vetëm nga një dhomë që kanë pat, kur kanë shku muslimant prej Mekës Medine, e ka marë dhomën e ka damdish, gjisën e dhomës ja ka dhonë vllaut vetë prej Meke, gjisën e ka mbaj aj për familjen e vetë. Që çfarë solidariteti. Kush ka pas ndonjë ferm, bafshi që themin e me hurma, se Medinja njihet me hurma, i ka marë, i ka thonë vllaut vetë, gjisat e druve janë tuaj, po nëse do edhe më tepër, gjisat mi. Çka kam pas kanë nda me vëllezërit e tyre. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam posa arriti atëherë në Medinë, bëri vllazërimin e muslimanëve. Një prej Mekë, një prej Medine i vllazëroi. Edhe ata dieshte çdo njëri kënd e ka vllashi. Kjo çfarë integrimi brenda musliman u bë. Se muslimanët janë vëllezër. Po kjo edhe në mënyrë do të thot ligjore, si të themi kështu, u bë praktike, kur çdo njëri u bë vëlla me njërin, edhe ndajti me të çdo gjë. Kafshët, deva atje kanë pas, ose dhen ose dhi çka kanë pas. Krejti ndajtën me vëllezrit e tyre. Ushqimin e ndajtën, çdo gjë që kishin ndajtën me vëllezrit e tyre. Bile kanë shkuar edhe në gjëra shumë ma interne që janë kanë nda me ata, nëse ka qenë nevoja. Shiqo çfarë hijreti i bashkoi musliman, i hapi zemrat, edhe dha një pamje për botën se si duhet të jetë muslimani për muslimanin. Innamal mu'minuna ikhwa, muslimanët janë vëllezër. Kjo vllazëri praktikisht u tregua me rastin e hijretit të muslimanëve. Dhe kjo vllazëri, vëllezër të nderuar, u tregua në një formë edhe nga ana e jone e muslimanëve shqiptar flas, me rastin e di krizave, krizës së Kosovës, edhe krizës që ndodhin 2001 në Maqedoni, me rastin e dhunës që ushtruan mbi vllazërit tonë musliman në Kosovë. Ne si musliman, si shqiptar që ishim atjena për vende, u hapëm dyert, për shkak se shteti nuk u ka ndihmuar atyre. Atëherë bisedojmë politikën e Maqedonisë, të hapet një korridor, ti marrin vëllezërit tanë të Kosovës, përmes atij korridori na për Maqedoni ti çojnë Shqipëri dikund. Ase janë ndoshta 1 milion shqiptarë në Maqedoni, nuk e bën të madh kryetari atëhershëm i Maqedonisë. Mirë po çka? Shqiptarët normalisht ti prej atij nuk ke çka pret, ama ne nuk e lam atë gjë. Nuk bën ata për popullin e Kosovës. Bëm ne vëllezërit atyre. Si veprun muslimanët e Mekës dhe të Medinës në fakt ensarët që morën për krasit, pra ashtu veprum edhe ne edhe vëllezërit tanë Shqipëri, kur çdo njëri morin nga një di apo më tepër familje në shtëpinë e vet. Jo ti çoje në kamp ka qenë një pjesë vetëm, por kur u mbushën krejt shtëpiat më, atëherë do të thotë një pjesë kanë shkuar që po përndryshe i hapëm dyert për vëllezërit tonë, po edhe ata i hapën dyert për ne në të njëjtën kohë, kur ndodhi 2001 në Maqedoni, ai pak numër çka ka dalë veçanërisht prej disa vendeve të Malësisë, edhe ata nuk i kanë lënë shkojnë në përkampe, po i kanë marrë në për shtëpitë e veta, që unë 99-ën mendoj se kur ka qenë hijreti, herët e pata shkruaj një shkrim atë në gazetën në revistën Vepra,
ja patavu emrin në përkujtim të hijreteve, në përkujt hijretit të muslimanve në Mekë dhe në Medine dhe solidaritetit të hijretit me dhunë këtu u bën rasti, do me thonë të shqiptarve, vëllezërve tanë nga Kosova, ashtu si vepruan muslimanët e Medinës, ashtu pra vepruan edhe ne, u hapën zemrën, shtëpiat edhe çdo gjë vëllezërve të vet. Mirë po xhamat të ndershëm, ki unitet, kjo ndjenjë, ki integrim mes muslimanve duhet edhe të ruhet edhe të kultivohet. Pse? Se, shikoni, jo rastisht përmenda se në mes të Mekës edhe të Medines ka çka? 390 kilometra. 390 kilometra dhe muslimant ja hapën derën vllaut vet musliman. Mirë po, në qoftë se kthehemi ta analizojmë realitetin ton, tash këtu ne ku jetojmë. Do me thonë, përmendim anët e mira, po në të njëjtën kohë duhet t'i prekim pak edhe dhimbtat që i kemi ne muslimanët. Duhet t'i prekim edhe dhimbtat. Dhe pa i prek dhimbtat nuk përmirësohemi, normalisht nuk është vetëm që bëjmë vetes qefin çdo herë. Shikoni, hijreti duhet në çdo xhami të muslim, në çdo vend duhet shpjegohet me të madhe. Për shkak të aktit të vëllazërimit muslimanëve, të hapjes dirëve kështu me radhë, kur musliman ndajtë në çdo xham me vëllezërit e vet. Veçanërisht këtu duhet, pse? Se ka tendenca xhamat të ndershëm. Kjo nuk është fshetësi, nuk e nxjerrim unë prej vetes time ta që kur thotë morën, jo, kjo është realitet. Shpesh herë dëgjon këtu musliman këtu, faktikisht në Zvicër, veçanërisht flas për komunitetin tonë në Ndjen, me një qytet, 2 xhamia a mund bëhen edhe 3. Pse? Sa ajo xhamia e parë, ajo ka qenë e filanëve, e kujbe, e tetovarëve, për shembull. E tash, ne të Gostivarit ta bëjmë tonën në një. Me thonë, jo se ka nevojë të hapet xhamia tjetër. Me një qytet, besoni, nuk du që përmendi emrin, se e dini të gjithë. Kam qenë njerë në vizit para një kohë, besoni nuk ishtë çka të thëmë. 200 metra ishin xhamiat njëna me tjetrën. Jo se kanë nevojë, nuk kanë nevojë një xhami mirë, po çka? Kjo është xhamia e këtire, e tash net këti qytet i tjetër, ne një tonën do të hapim për inat atine, edhe të xhamia tash inat. Shikoni, kjo ndodhën tu, ju gjithë e dini, ma mirë se unë e dini. Kjo është realitet. O vëllezër, lenja talëm, jo lenja ju, krejt ne talëm, ndarje në lokalitete, se ne muslimon ne e kanë gjetë neve pikën e dobët. E di që e kanë thonë një kohë, në gjuhën slavishtat, slabataçkën. Pikën e dobët, si? Neve mundon të në ndajnë loj formash njerë. Kur s'arin në ndajnë, qka bojnë? Këto bashkë, shujti se ne vagjejmë, musliman këtu bashkë, eta qka? Hajde do të vafutim a i Kosovës, a i Macedonisë. Me njerë t'i ndajmë, a krejt njemi. Po mes mund këtë mandej, mund da net Macedonisë vetë, ato të Kosovës vetë. Të net Macedonisë, ajde ta shohëm, ajde vafutim, i Tetovës, i Gostivarit, i Kumanovës, i Shkupit. Po me mund, edhe ajo t'jemi vetë në Tetovës ose të Gostivarit vetë, mandejt në futin me Katunde, fshatrat ndërmjet veti, i kuja unë i di fshatrat e Tetovën, ndoshta edhe të Gostivarit, ta më kupton, a i palqishtit, a i kamionit, a i reqicës madhe, a i reqicës vogël, andaj këtë di katarë, se përshef, se këtë di ti qëtë qka janë. Edhe ati do të në gjinë në bojnë. Po me tjenë se jemi krejt një Katund, ja qëtë të ne, ku janë një Katund, e atje në kanë gjetë me muhalla. Hajde muhalla e për edhe muhalla e poshtme. Hajde ato tash ndërmjet veti. Do me thonë mundohen në gjejnë derin pikën e fundit, si e si, me thonë faktikisht ti të të ndaju se qka këtoje turbulencë, apo largim mes vëllezërve vetë. Ajo ndoshta inshallah del për hajër, për një kohë mund dale për hajër, me shtimin e qendrave, mirë po kur nuk ka nevojë, nuk ka ati herë kur nuk ka nevojë. Musliman pra duhet ndërtojnë xhamia kur kanë nevojë, edhe kur e lip nevoja, mirë po jo për inat, jo se vallaj këto ne e murëm e vallaj të tovaret be xhami ne, po bare bet na vijen neve, ja sa jemi ne këto ne e murëm xhami. Hajde ne një tjetër për inatit, ajo gabimi më i madh.
Ne nuk kemi ndërmjet veti në krejt tryet shqiptare pikpije që ka 300 kilometre. Shkojsh prej Tetove deri në Tiranë, ose në ndonjë pjesë tjetër, ose në Prishtinë, do me thonë 2 ore gjithë që në Prishtinë krejt. Ne nuk dia I kemi as 300 km ndërmjet veti të hecim në krejt tryet shqiptare, them, nuk kemi largësi aq. Muslimanët e Mekës dhe Medinës 390 km Mekja dhe Medinja dhe nuk e bën këtë ndarjen mes vete. Bile kur tentojshin ta bëjshin këtë ndarjen me një luftë, duke u kthyer prej një lufte të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, u kapën atje te një ujë, te një bunar. Ama nuk u kapën muslimanë të vërtet. Në mesin e muslimanëve kishte munafik, në mesin e shoqërisë kishte edhe munafik. Edhe ata munafikët mezi se e pritëshin momentin ti përqajnë musliman. Edhe një dive, gjo normal, ata nuk kanë qenë me la që shok të pejgamberit, edhe ata kanë pas problemet jetësore, si çdo njeri tjetër. Një dive të ati të uji u kapën për diçka. Edhe këto munafikët, jo të shuin zjarin, të shkune nde benzin të futin zjarit tash. Rastin e shfrytzuam ne, hajde tash. Edhe qka? Thanë, kitia, ki kartë pi Meke, am kupton, këto një grush njërës jonë, këto të në marën neve pushtetin këtu në Medinë. Haj be bura ngrona, jemi be ne bura, kemi pantolla as kemi, haj të lishon aktine. Ato andaj edhe erdhën puna të kapen. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur mori vesh për këtë, çka u tha? Da hafe innaha muntine, dallimin me fise që e bon ata, ose me grupe këto të Mekës, këto të Medinës, këto e nësa, këto muhaxhir, tha lenja ce, ajo tha është e qelbur, thirje që është prish edhe e qelbur, muntine, do me thonë qelbën ti edhe vetë është e qelbur, por edhe ti të qelbën, e prishur është. Tha ngrihi prej këtu se shajtani paskaran mesin tuaj, largohuni prej këtu. Shiqoni sa ka qenë, do me thonë, i vëmenshëm. Pra xhamat të ndershëm, hijreti, neve muslimanve na jep një shembull. Cilin shembull ta marrim ne? Shembullin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, si kanë qenë muslimanët e parë, si janë integruar mes veti muslimanët e parë, si ja kanë hap zemrën njëri tjetrit, si kanë zhduk dallimet. Më i afër inna ekremekum indallahi etkakum, më afër te Allahu, më fisnik te Allahu, është ai që është çka? Më i devotshëm, ai që është më i përmbajtur në fe, jo në bazë qytetit, jo në bazë fshatit, jo në bazë mohallës. Krejt vëllezër ne jemi, edhe ata të cilët mundohen bëjnë dallimet këtilla, përçarje në baza lokale, duhet ta vënë gishtin mend e mirë se bëjnë një gabim të madh ndaj Allahu xhaleshanu dhe ndaj muslimanëve kanë hak, edhe ndaj muslimanëve në këtë drejtim. A hijreti na mëson bashkë jemi, ti ngushtojmë ose ti shkurtojmë ose ti bashkojmë kilometrat tona. Ta shohim umetin islam si një trup të integruar, jo të ndar, jo të përçar, ashtu si bën muhaxhirët edhe ensarët që ja hapën zemrën para dhe derën zhënjërit nga vëllezërit e vet, ashtu vëllezër të nderuar duhet të jemi edhe ne që hapim zemrën, derën e çdo që kemi vëllaut ton musliman. Në këtë formë hijreti ndikon në integrimin e brendshëm të shoqërisë, kuj pra të shoqërisë islame. E tash, si ndikon hijreti në integrimin e muslimanëve në botë edhe në shoqëritë ku jetojnë, kur ka edhe jo musliman në shoqërinë e vet. Do me thonë shkum dal nga dal, ecëm dal nga dal me një lidhje logjike prej individit, mandej komunitetit, mandej shoqërisë dhe raporteve me tjerët. Tash, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me të ardhur në Medinë, ai ndërmori disa hapa konkret. Ishte prej hapave përmendëm njërin pra i vllazëroi musliman në mes vete. Tjetra ishte ndërtimi i xhamisë. E ndërtoi xhamin që qetë si qendër fetare, kulturore, politike, ekonomike, shoqërore, thuj çka ti thoshe muslimanëve. Xhamia atë rol e ka luajtur kohën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam dhe me të ardhur më një herë ndërtoi edhe xhamin, qendrën. Këtu e kuptojmë rolin e institucionit dhe muslimanët tonë kanë bërë mirë që me të ardhur në këto vende kanë hap xhami. Pse? Se xhami ti tu bojnë njerëzit, ti afrojnë njerëzit. Njëjtë si pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kur shkoi në hijret, edhe e para punë që bën ishte xhamia. Shiqoni lidhja
në mes hijretit dhe veprimit që kanë bërë qoftë shqiptarët, muslimanë shqiptarë, qoftë turk, qoftë arape e kështu me radhë. Tash, xhamia ishte vllazërimi, a kishte edhe një gjë tjetër, se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur erdhi në Medinë, aty në Medinë kishte edhe jo musliman, konkretisht kishte hebrej, jahudi, fise jahudie. Tash, kishte fise arabe, nuk shin kalu bashkë krejt 100% në islam. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e përpiloj në atë kohë edhe një dokument të rëndësishëm i cili ka edhe rëndësi politike për botën, diplomatike dhe thuj që ka ti thush, i cili e ka emrin Karta e Medines. Sahife i kanë thënë gjuhën arabe. Çka ishte ajo sahifja? Ajo sahifja ishte një dokument i cili u përpilu, u mlodhën, edhe u përcaktuan aty të drejtat edhe obligimet e çdo njërit grup që ishte në Medinë. Musliman qofshin apo jo musliman. Shiqo, çka nuk kupton të kjo? Atyre që ishin jo musliman, konkretisht hebrejve, që thot dikush se feja islame është përhap me dhunë, është përhap me shpat. Ja tash për shembull nëse keni ndjek, besoj se keni ndjek, në librat e shkollave të mesme në Maqedoni, historia për vitin e parë ose ditë, kur flitet për ardhjen e islamit në Ballkan dhe për Osmanlit, aty në libra nxënësit tonë, fëmijët tanë mësojnë, me thonë shqiptarët, muslimanët, se kur kanë ardhur turqit kanë gjirë, kanë vra, kanë bo, dhe thonë, fen va kanë dhënë me zort. Neve na kanë dhënë fen me zort ata. E tash, edhe janë ngrit tash disa arsimtare, profesor shqiptar, historian, thonë se ti për thonë se na ka dhënë me zort. Tash Maqedonëve ose slavëve përgjithësi, jo muslimanëve, ti duhet të kesh dokumente, argumente s'ke. Në shkencë nuk folet pa argumente. Bjerëm një argument se me zort që ka dhënë dikuj, askuj pse. Po për 500 vjet të na kishte dhënë me zort fen neve. Për 500 vjet edhe pul nuk do të ngelte më krishtere, jo njeri. S'ka hiç. E diçka jonë 500 vjet, me fuqi, jo be vlati, 50 vjet me Shqipëri që ka bani, ose në vendet tjera, po 500 vjet me dhunë, e di që ka bani, zhdukën të eliminon, ama qka analizoni tash, ne qati jetojmë gjithë, në Ballkan, një pjesë janë musliman, një pjesë janë jo musliman, kuja dha me dhune, pse ata jo muslimanët nuk e murën fen me dhunë, dhuna kur shkon të gjithë, pse ata ngelen krishter, mandej, merë analizo vetëm të shqiptarët për shembull. Të shqiptarët, shumica e shqiptarëve janë musliman, ama ka një pjesë edhe krishter, me dy ndarjet mandaj që i kanë ndërmjet veti ata ortodoks edhe katolik. Tash, pse ata shqiptarët krishter që kanë ngelen nuk u bën musliman me dhunë, po vetëm ne u bën musliman, ajo dhuna për gjithë ka qenë një. Mirë po një profesor i nderuar, një bosnjak, shumë mirë analizon të këtë gjë edhe tha kështu. E dini çka kanë dashur ata të thonë me këtë, nuk kanë pas gajlen tonë ata se neve na kanë thonë me dhunë ose pa dhunë, ven, ti ben zotin. Mirë po, ata me këtë tha, kanë dashur të tregojnë se ne shqiptarët, edhe bosnjakët që jemi bën musliman normalisht, stërgjishrit ton, babat ton, baba plak, katragjishat, ku e diçka, kanë qenë frikacak. Aj kure kanë ngrit shpatën, edhe këta tonë që janë frigu, edhe janë bën musliman. A sërbët, maqedonët, bulgarët, këta qërët, këta bura kanë qenë, a i shpatën këta nuk e kanë ndru fen, shiqok ku vrasin me këtë. Do me thonë, dun që me këtë, neve të në nëzjerin frikacak se kemi qenë, e ata trima kanë qenë. A dhjetë për trimri edhe shqiptarët, ose ne kemi hekë, në Ballkan ose kush, ama nuk ban punë, kotën shte. Me thonë, me ndihmën e Allahu Xheleshanu i tejkalume dhe do të tejkalume edhe shumë barjera, se ndoshta ndonjë popull tjetër nuk mund të qindronte. Ama ose shqiptarët kanë qenë për trimnit njohur ose kush, mirë po me këtë ata duan thunë, jo, prit, shqiptarët, stërgjishit e shqiptarëve kanë qenë frikacak. Osmanlit kur kanë ardhur,
e kanë ngrit shpullën e shpatën e ku e diçka dhe ata janë dorëzu. A slavët nuk e kanë lanë fe, bura kanë qenë ata. Kjo është përfundimi i krejt këtij deformimi dhe falsifikimi që i bëhet historisë. Është gjë normale, ke shpërdorime çdo kund ka pas edhe do të ketë përsëri. Mirë po, në mënyrë masovike të bëhet diçka sikur ta kishim marrë me dhunë fen, kur ka shkuar ta mundshim ta lëmë, pse kemi marrë me zor, çon e jona, do ta leshim. Mirë po ajo që nuk e kemi lënë dhunë, nuk e lë për vetë, është se është bën me bindje, është bën me vetdije, edhe askush askuj nuk ja ka imponuar për shkak se kush e qenë me imponim për 500 vjet tiben Zotin, ne u dëgjofte ma çang kishe, apo ne u paft kish dikundi, mirë po kjo tregon se ka pas atëherë tolerancë në një dosë të madhe të tolerancës që kanë bashkjetu në atë Ballkan ku ka sundu një shtet 500 vjet, edhe krishterët edhe qerët. Dhe këtë lidhi me pejgamberin alayhis salam kur erdhi në Medinë. Shiqoni, këtu lidhen gjërat. Se kjo tolerancë të muslimanët dhe kjo mos ushtrim dhune lind prej Kuranit edhe prej pejgamberit alayhis salam. Leni me djume çka na thon neve terrorista kështu si blok muslimanëve. Ato janë rrëfime fëmijësh, ato janë pralla. Historia, faktet shkencore të kundërtën e tregojnë. Kur erdhi pejgamberi alayhis salam në Medinë, e bëri këtë dokumentin, quajtur Sahife, Karta e Medinës. Ati parapa të drejtat dhe obligimet e çdo njërës palë, qofshin musliman apo jo musliman. Ua njohu spari identitetin, ua njohu veçorit, ua njohu kulturën, ua njohu në kuptim drejtën për të mbaj fenë e tire pa ua ndryshuar me dhunë. Islami ja tregon se kjo nuk kanë rregull, thush sa Zetiza është djali i Zotit. Ashtu, mirama në kjo se dikush insiston dhe kjo, unë e thamë kështu, e mba, a i ta tregon se nuk është kështu, ama nuk vjen të ta prese kokën, ja thuj kështu ja kokën ta pres. La ikrahe fit din, nuk ka dhunë fe, me dikët ta bësh musliman me dhunë, në Kur'an është kjo, la ikrahe fit din, nuk ka dhunë, do me thonë, me fuqi dikuj nuk mundet ti qapë shpejnë tënde. Me bindje, me rezonim qëndosh, me dëshirë, me shpjegime qarta, pa i ne u bëft mirë, ne nuk u bëft, atëherë a i ka përgjithësi para Allahu Gjeleshanu. Edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk shkoj në Medinë kur erdhi. Atire jahudive të thote tash unë jam këtu. Shiqoni këtë qyteti është i imi, shteti është i imi, ushtria është i imja, tash o musliman bani, o koka u shkon. Nuk e bani këtë, po çka? U tha, ju jeni të lirë nga ana ime. Si krejt banorët e Medinës, nuk bënd të naboni tradhti, duhet punoni për këtë shtet, duhet të mbroni këtë shtet, ne do të lëmë të lirë juve të jetoni. Ju jeni komunitet, edhe ju e përbëni bashkësinë e shtetit Medinës. Në këtë dokument u shkruajtën këto gjëra një nga një krejt dhe konsiderohet dokumenti i parë bile në histori politik, në të cilin janë të miratuara edhe të drejtat e pakicave, me gjuhën e sot me politike që flitet. Për shkak se ata ishin në pak musliman më shumë. Mirë, po nuk i shkruajti pakic, nuk i quajti pakic, shiqo, ka qenë më e zhvilluar atë normalisht ajo drejtësi islame, edhe se shekulli 20 dhe 21, enden dokumentet e Unionit Evropian thot deklarata e komunikata e kjo e pakicave gjuhëve rajonale. Atëherë nuk ka pas pakic, po ka thënë komuniteteve të bashkësisë që ka jetu. Shiqoni sa drejtësi ka islami. Dhe ua njohu të drejtën atire me kusht mos trahtojnë. Si trahtojnë edhe këtu në Zvicër. Lloj ligjesh në zjerin. Me po gabim, me shke ligjin ku ferat edhe në shtëpia të çojnë. Hepedat e ka qenë ashtune. Mos bëjsh tradhti ndaj shtetit, i lirije, me zort nuk bëjmë musliman. Si të bindesh mirë, si mo bindesh përgjithsin, para Allahut e ke. Por jeni të lirë, ama me kush ka, mos e tradhtoni shtetin islam. Kur dul pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me këtë platformë, me një herë në arenën ndërkombëtare në botë u paraqit
një forcë e re e cila nuk e kishte shembullin në rajon edhe në botë askundi. Pse? Në perandorit për rreth, jo që nuk u njiheshin pakicave drejtat fetare, po edhe vendasve popullit autokton nuk i njiheshin të drejtat. Drejta kishte vetëm klasa e sunduesve, klasa e lartë, tjerët shtipur. A pejgamberi sallallahu alajhi wasallam nuk bëri klasë sunduese dhe të shtipur, por të gjithë i vu banor. Sot koncepti qytetar që përmendet në Europë, sot atëherë kanë qenë qytetar me kushtetutën e Medinës, me kartën e Medinës, kanë qenë qytetar të shtetit islam me drejta dhe obligimet barabarta ndaj shtetit kur është në pjesë shteti si shtet. Shiqoni pejgamberi sallallahu alajhi wasallam çfarë kushtetutë ka bën ose çfarë kartë, çfarë ligjesh ka bën për komunitetet jo fetare në atë kohë, që tregon a integru dhe i ka integru ata në mënyrë drejt në shoqërinë e vet. Dhe shtetet perëndimore në përgjithësi kanë nevojë ta analizojnë kartën e Medinës për ta parë se si ka bë pejgamberi alayhis salam integrimin, që sot kush do të integroje të tjerët, le të kthehet ai çove si ka integruar të tjerët, që të marrë mësim edhe ta ketë do të thotë si pishtar për në rrugën e vet. Ky ka qenë integrimi që e bëri pejgamberi sallallahu alajhi wasallam për tjerët në të njëjtën kohë për shtetin e vet. Mirë po, ka edhe një gjë tjetër shumë me rëndësi kur është në pjeqe integrimi muslimanëve. Vëllezër të nderuar, ne duhet ta pranojmë se ne këtu kemi sevape, ama mbushemi edhe me gjinahe. Si? Është sevap i madh në qoftë dikush prej nesh, ose kjo xhami, ose ndonjë musliman bëhet shkak që një jo musliman ta pranojë fenë islame me vullnet dhe me dëshirë ashtu. Ama kemi edhe përgjegjësi të madhe nëse për shkak të sjelljeve tona, për shkak të moralit ton, për shkak të sjelljes keqe, dikush largohet prej islamit. Edhe përgjegjësi keni kujdes. Në qoftë se ti për shembull në atë firmën ku punon ati, vetëm e pret momentin për shembull, sa pak ata të habiten, një palë dona kap edhe në xhep. Edhe i kushkun dona bë. Nuk e di, ti me Zotin, i fërshtehen një. A i dhe dona, kajnë dona. Kajnë s'ka, ti ke marë. Ose e kelon atë derën, nuk e kem shjel tamam derën e firmës, a e mbille. Si jo, gut, krejt u kri puna, ti e kelon pak qel. Ato shkun ti hiren brenda, me hilta, me krejt i more me vetit i që atje. Kur të shkojsh të Maqedoni, hajde për 100 euro, për 100 franka, që shit hiltat që kushtojnë ka 2-3.000 franka. E i shumë lirbe, e liri firma i dha këshu aksion, kejt edhe unë i mora, e nuk e din gratis se i ka vjetë. Kur dhe vija ja gjem firmë, krejt mungojnë gjërat, mandaj me të zbulut dikur se ki vallahi ka marë, që, muslimanët vjedhin. Edhe kur shkojnë një musliman qeter, habe, her Filani, her Klaus, her këtë diçka, unë jam për punë. Shfar i e beti? Po Albane, muslimane, shfar musliman? Hikë se musliman s'du t'i shoh para veti. Ma qunë firmën, kejta gjënë konkurs e kam billë firmën, për juve muslimanve. Qka bëne ti me këtë? Ti me këtë, njëherë bëne një veprim që s'duhet ta bësh, vjodhe, e dita, qka bëre ti? I dha një pamjet keqe fes islam. Edhe tash, më tregojnë një rast, ndoshta ju e keni ndjek atë emisionin në njën nga këto televizionet e Zvicrës, pa pas një shpejt mbrama ose djem mbrama ka qenë, në qoftë se nuk gaboj, unë nuk e di gjermanishën e ndemir, shkoj me një kurs, kam zënë ka pak të marrë diçka, po anatën ana e mire shqiptarëve, ato shqiptarët e mire, ashtu? E kanë tregu ati, kanë tregu do mjek, do profesor, andej këndej, sa mirë. Kjo ka njëna anë mirë, ama ka ana qëtër vallajon është e keqë shumë. Pse? Do të thotë, këto ana e mirë se shqiptarët qenë kanë katastrofë, e hajde të qoam dikun di anën e mirë tash në të gjejnë. Kur e thekson diçka, ana e mirë,
nën kupton se vetëm keq e ka dalë, pa, mo kanë të mirë, to, hajtë shkojmë t'i gjim shtash çka janë të mirët. Në kuptoni? Duhet jetë mirë krejt që ai mos folë për anën e mirë, po ta tregojë si ngjarje normale, edhe shiko ku i kemi pru vetën tonë tash. Hajde të bëjnë emisione dokumentare, ana e mirë, ka njëna mirë në rregull është, shkojnë gjurmojnë, se edhe shqiptarët kanë shkollovana, kanë mjek, kanë atë, kanë këtë, edhe shqiptarët kanë plot në për spitale, bile njëni e pas ka treguar një rast aty ka thënë, pa qenë operatore, ku di mjek, ka thënë se ka kuptuar, sa ata që krinë shkollën, këtu edhe theksin e kanë gjermanisht ose zvizës, tu edhe i ka thonë, qka ka thonë, ta tregoj një fotografi dhe ja pa qit një fotografi, ati mjeku që ka bo operacion. Ki mjeku shqiptar, ama atë begjin e ka pas të këthin, nuk e ka pas emrin. Edhe i thot, ja ka tregu një diqen për ato bokserat, qka janë, pitbulla, qka u dhunë atine. Ka thonë, e që këto diqen, ka thonë, po, e di pse i rujnë, ka thonë, ku e di unë se shqiptarët valishoj t'i hanë shqiptarët. Edhe a i thotë, di qka e ka këthi bezhin, ka thonë, për edhe mu duhet më lishoj, se edhe unë jam shqiptar. Kuptoni? Mirë po, ka ana tjetër, kjo është një tregu se di qka edhe ne duhet përmisojnë. Edhe ne nuk kemi di qka, nuk kemi regull, ha? Edhe ne duhet bëjmë një rishikim vetës tonë. Mos ja bëjmë qevi shumë vetës tonë. Ti përmendim gabimet, jo ta diskreditojmë vetën tonë, po të marë mësim ti përmisojmë. Pra të dhe Allahu Gjeleshanu në Kuran thot, te biru ja ulil elbab, mendoni, o të zotët e mendës, leallekum takilun, që të logikoni, leallekum të debberun, që ju të analizoni mirë, do me thonë, vasjedi të shembuj qka, vetëm thushti deti, drujte, ajri, qka në Kuran, pse Kurani nuk është libër i geografi sa ndaj këndaj. Mirë po Allahu Gjeleshanu i ka vunë kontekst këto qka, leallekum takilun, që ju të mendoni, të analizoni, të merë një shembull, të merë një mësim, mendjen tuaj të fut një ju në qka, në lëvizit dhe ti analizoni mirë të gjëra. Pra edhe ne, do të gjëra ti analizojmë. Pse e thash unë krejt këtë qka e thash tash në lidhje me hijretin? Po, se, kur ka shku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hijret, keni parasysh, pejgamberi alaihi salam ka qenë njeriu ma i besueshëm dhe ma besnik në Mekë. Ta i kanë pas besim edhe miqt, edhe armiqt. Edhe i kanë thonë pejgamberi sa edhe para se të bëhet pejgamber, para se t'i vjen shpallja, i kanë thonë el emin, besniku. Pse? Kur kanë pas gjëra me vlerë që janë frigu t'i mbajnë shtëpiat e veta, i kanë thënë te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ai va ka mbroj këto gjëra. Bile dhe pas i ka ardhë pejgamberia, nuk i kanë besu të gjithë, po edhe ata të cilët nuk i kanë besu, përsëria kanë thënë gjëra ti ruja ai në mbrojtje taj. Shiko, nuk i kanë besu, ama ja kanë njoft besnikrin pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam këtë besnikri e vërtetoi. Pse? Ai kur shkoi në hijret ishte në rrezik të jetës. Sa ta doshin të vrasën pejgamberin sa. Dhe u mlodhën rreth shtëpisë tij. Morën nga çdo fis, nga një gjaltrim me shpat, ti hin krejt të vrasën me qëllim që familja pejgamberit mos ketë gjatë kujt i kërkoje. Po ta kanë vrarë krejt, ta kanë vrarë, krejt Mekja. S'mund t'ia merresh krejt Mekës ti. Do me thonë ishte në rrezik jete, nuk ka qenë lehtë. Edhe musliman, pjesa dërmuese kanë emigru fshehtas. Hazreti Omeri përmendet se ka dalë haptas, edhe ka thonë ku ja ka mbrit ta qaje nana le dale para mu në rrugë, le të më ndale mu. Hazreti Omeri. Atjerët kanë shku fshehtas. Edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me Abu Bekrin kanë dalë prej Mekë fshehtas. E tash, ai ishte në rrezik tjetës, fshehtas. Nga ana tjetër, i kishte në mbrojtje këto gjëra me vlerë që ja kishin dhënë ti ruje. Tash ka do të boje? Ti thire njerëzve të vajape, a do të thunë, po ti shkon, ka edhe ta vrasin. Nga ana tjetër, mos vajape. A ishte besnik edhe çka bani pejgamberi sallallahu alajhi wasallam? E thiri Hazreti Aliun, e la Hazreti Aliun në shtratin e vet, edhe ja tregoi pik e përpen, krejt, fije krejt, një nga një, kush çka i kalon. Kjo është e filanit, kjo e filanit, kjo e filanit, dva kthesh gjithëve tha këto gjëra që mi kanë lanë mu. Shiqoni çfarë besnikrie. Kisht për atyre jo musliman që ishin. Krahas asaj, nuk tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, çka batine? Ato duan të vrasën, jo musliman, krejt do të va marr. Jo.
Tu shihet çështja e integrimit, kur je me jo musliman, edhe armik në qoftë se i ke pas, në qoftë se nuk është diçka e jotja, nuk është e jotja. Nuk mund të thush se ajo është jo musliman, edhe unë do t'i bëj çdo gjë. Jo, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e la Hazreti Aliun t'ja ktheje çdo njërit amanetin që ja kishte lënë në mbrojtje pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Për këtij akti, çfarë kupton në kuptim të integrimit? E para, ne s'pari duhet të jemi besnik me vetveten dhe me vetveten tonë dhe në mes veten, e? Pse? Kur të na thotë dikush ndonjë fjalë apo diçka, ai thotë, "Shiqo, ta tregoj ama mos e përhap." Ai ti thua, sa dalë tash, hajde." Ai të tha, "E di ama ti ta tregoj, po mos e përhap." Sa ta ktheje shpinën ti ta jo tavolina tjetër. Ai që kështu thaj, që ama më tha mos e përhap, edhe unë ti tregoja me ti mos e përhap. Ai, jo beska Allah. Sa do të ngrihesh ti edhe shkoj te tjetri. Kim tha se ai tjetri ka thënë, edhe shiqon ti ta thon po ti më e përhap. Kur të dalën krejt fshati ose krejt qyteti ja ka marrë vesh llafin tan. Çe besnikëria ku është? Kjo është një, që jemi besnik. E dita, mos shkelim në të hujën, mos shkelim hakun e huj ose pasurinë e huj, edhe me qenë një musliman. Për këtë i përmendëm shembujt e hilltave, dëdanave, të çekanëve, ku diçka. Pse? Se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur u largu krejt gjërat u akthej një nga një atyre të cilët u takonin. Ndërkaq, ne sot duhet të jemi trashëgimtar të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, pasues pejgamberit në çështjen e besimit. Ne jemi xhamati pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në çështjen e besimit, edhe ne duhet të jemi në këtë formë. Çka? Në shoqërinë ne ku jemi, mos lëm ne shembull të keq, që nesër dikush mund edhe të na provojë neve. Ai shefi jot në firmë mund edhe të të provojë me qëllim të hudhe diçka, të hudhe një pare, për shembull, 100 frankë ose më tepër, edhe çofe tia do t'i tregoj se e ke gjet. Po në qoftë se ti thua, unë e kam gjet, kush e ka humb? Ai thotë, bravo beti, ai ndoshta mund ta bëjë me qëllim. Mirë, po në të njëjtën kohë ai do të fitojë një bindje të mirë. Edhe nesër kur do të pisë thuaj, jo valla, se unë jam musliman. Mu shumë son feja ime, shumë son pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Atëherë ti do t'i bjerë në kokë, edhe me të ka provu për të keq, kjo mund bëhet shkak që ai ta doje islamin, ose pa edhe më e madhja edhe ta përqafojë islamin, bëhet si ti edhe më i mirë se ti. Pra, kështu duhet bëhet integrimi jonë. Në këtë formë ne t'va tregojmë atyre kulturën tonë, civilizimin tonë, sjelljen tonë, besnikrinë tonë, karakterin tonë, siç u tregoi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i dhujtarëve dhe botës mbar me rastin e largimit të tij prej Mekës në Medinë. Për atë pra xhamat të nderuar, hijreti në këtë formë luan rol të madh në integrimin ton personal, në integrimin ton si musliman dhe në integrimin ton me pjesën tjetër. Dhe e fundi që dua ta përmendi në këtë ligjërat të stërzgjatur është se hijreti na mëson të jemi edhe optimist. Si? Dikush mund thotë abe hoxhve, e shebe çka bëhet atje në Siri. Deri tash mbi 3000 vet vra. Ashtu, i ndjish një lajm i çu vet. Në Libi mbi 30.000 vet vra. Në Egjipt tash në kohën e fundit në atë sheshin Tahrira që i thon, 35 vet për një ditë. Mos flasëm në Afganistan, mos flasëm në Irak. Çka u bë puna me ne musliman? A parashtrohet kjo pyetje ashtu. Xhamat të ndershëm. Ummeti Ibn Halduni është një sociolog i madh, një dietar islam edhe sociolog para August Comtit të evropianëve, kur ka folë për zhvillimin e shteteve dhe parandorive dhe popujve, ka përmend, ka thënë njën ata si fëmia, e kanë kohën e vegjlis, e kanë kohën e rinis, e kanë kohën e pjekjes burnis edhe të plakjes. Shtu shkojnë edhe shtetë, njerë fillon mirë, naltë, andaj kënde dhe në fund qka, plaket edhe shkon. Një që ka ndodhë me shteti Osmanlik, 3 herë Vjenën e ka rethu, mandej vetën e vetës e ne ka mbroj. Musliman në Spanjë, që se keni qenë në Spanjë, jam kupton, kanë ndërtu mrapa, kanë dalë fshetazi vetën e vetës e ne kanë mbroj. Ose x e këshu më rath. Tash, ka një periudhë, po kjo nuk duhet në shqetësojë neve dhe nuk duhet t'i humbim shpresat. Pse? Se njeriu kur fillon të lëvize prej shtrati, nuk do të thotë se o keq, ajo është mirë, mund të lëvize. A i smuri në qoftë se vetëm rri dhe nuk lëvizën, atëherë është e keq, se atëherë ma i ka marë fund, talkini i ka ngel vetëm.
Ummeti Islam me këtë lëviz, çdo gjë e ka çmimin e vet, edhe e paguajmë edhe ne çmimin ton. Nuk duhet të arsjetoj kur gjë, mirë po çka? Duhet kuptohen drejt gjërat. Kjo nuk do të thotë se është shumë keq. Normalisht çdo lindje e ka edhe dhimbjen e vet, ama e ka edhe gëzimin e vet, se lind diçka e re, vjen një antar i ri i familjes. Me këtë dua të them se krahas krejtës kësaj që ndodh me muslimanët në anë tjetër botës, inshallah është një periudhë e rizgjimit ton, e ngritjes ton, jo vetëm gjumë trish. E tash kur do të ngritesh pak normalisht, nuk e shem mirë derën t'i biesh me kokë, të vrasësh kokën. Am kupton, mund t'i biesh edhe alitrikës a gjati lamës natë, lusterit, andeje këndeje, se je ngritë, tu e bëha këshu, mund t'i bish pasqirës në base. Mirë po qka, je ngrit. E inshallah ummeti Islam ngritet. Dhe shpresat në asë një mënirë nuk duhet humbem. Pse? Shiqoni, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur doli për në hijret, përsëri me hijretin do ta lidhim. Kur doli për në hijret, doli fshehtas me Ebu Bekrin bashkë. Edhe ta shka u bë. Mushrikët dhan 100 deve kush e ze pejgamberin gjallë ose të vdekur. Edhe atëherë ka pas gjallë ose të vdekur. 100 deve, devet kanë qenë pasuria më e madhe atëherë. Edhe ju lishun mbas pejgamberit edhe Ebu Bekrit t'i kapin. Pejgamberi hikte, Ebu Bekri hikshin, ata u fsheshin. Fshehura zi shkonin. Se hijreti nuk është ikje, po hijreti është kalim për t'u ballafaqu edhe ma tepër. Kuptoni? Nuk do të se muslimanët kur kanë bërë hijret kanë qenë frikacak. Jo, po çka? Muslimanët janë transferu prej një rreziku më të vogël, kanë dalë para një rreziku më të madh. Pse? Për shkak se ata derisa ishin në Mekë, ata i dhunonin, i bonin andaj këndaj. Mirë po kur u bon shtet, rreziku ishte më i madh që të lufton edhe çfarose do me thonë në mënyrë totale. Por atë kalimi muslimanëve në Medinë nuk është ikje prej përgjegjësisë, por është përgatitje për të ballafaquar edhe më fuqishëm me përgjegjësitë të cilat i presën dhe me rreziqet. Mirë po në këtë periudhë pejgamberi selam fshetas me Ebu Bekrin. E tash fshetas endes kanë arrit në Medinë, në shpellë hinën andej këndej, njëri prej atyre të cilët ju premtu 100 deve, a 200 ma tepëra, i arriti këta, edhe i pa, jatha të kjenë kanë. Shqo tash, ki me kalë, pejgamberi selam dhe Ebu Bekri në kamp ose me një deve, shqo dalimi kuan, ki me shpat me çdo gjë, ata duar thatë, por me mbështetjen e Allahut xhaleshanu. E tash, vjen kiti kape, vetëm analizon një mirë gjendjen, rrezik jete, ende nuk dihet ku janë edhe shokët tjerë, a kanë arrita, s'kan arrita, ata e presën pejgamberin alayhis salam. Ki vjen, këmbët e kalit hinë tokë, sharojnë tokë, si në baltën e gjallë. Kuptoni? Ki më armatim, ata duar tha. Po armatimi më i madh ishte lutja që ja bëri Allahu xhaleshanu pejgamberi alayhis salam. Edhe nuk i bëni punë shpata edhe kalje ka lujt rolin e tenkës atëre dhe edhe të artilleris. Nuk lujti rol ajo. Pse? Se edhe për atë ka ilaç, mos keni gajle. Edhe për atomin ka ilaç, për çdo gjë ka ilaç. I humbën këmbët e kalit në tokë. Nuk mbriti realitetin. Kjo është sinjali i parë i shpresës që duhet ta ketë muslimani, se edhe në momentet më të rënda ndihma Allahu xhaleshanu nuk mungon. Sinjali ditë edhe më me rëndësi. Në këtë gjendje të rëndë në të cilën ish pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, i fshehur në shpellë dhe pastaj ki suraka që ju vum bas ta zënë dhe që i humbën këmbët e kalit, kur e pa se shkoi tha aman lutë Zotit të më shpëtoj. Pejgamberi alayhis salam ju lutë Allahu xhaleshanu edhe normalisht kali i nxori këmbët edhe ai shpëtoi nuk hiri më thellë në humner në tokë ta përbin tokë. Mirë po, ki i tha pejgamberi selam më jep tha diçka, ndonjë alamet që kur do të kthehen muslimanët, edhe unë kur do të kthehem te muslimanët tu tregoj se unë jam taku me ty dhe se ti më ke dhënë diçka. Shikoni xhamat
shpresa sa me rëndësina të muslimani, nuk duhet kurit i humbe shpresat. Edhe në momentet më të rënda duhet qetë optimist, ama të punoje, jo optimist edhe të flenje, nuk është kështu, të punoje. Pejgamberi a.s. i tha ati, ja dha një letër ku ja shkrujti Ebu Bekri ose ai vetë pra Surake, shkrujti se pejgamberi a.s. nuk shkruante, tha thuj, kur do ta marrin muslimant Persin, Persia në atë kohë super fuqi. Persia super fuqi. Pejgamberi a.s. i mshehur në shpellë. Në atë moment i thot, kur do ta marrin muslimant Persin, shiqoni çfarë optimizmi, çfarë vullneti, çfarë ambicie, çfarë zemre. Ai fshehet në shpellë, thot Persin, superfuqis, kur do ta zdrojnë gjuj superfuqin musliman, ata musliman që i rrihnin në Mekë, që dolën pa kur gjon, nuk kishin shtëpi, nuk kishin vatan kur gjon. Tha ti do të takojnë bilizikët e mbretit Persis. Ti marrësh bilizikët e mbretit Persis, Surakës. Edhe ja shkrujti. So po shikjo, valle, analizoni. Ka pas ambicje super fuqin musliman do ta gjynjëzojnë. Edhe me të vërtet pas disa kohësh, ndodhi ajo musliman e morën Persin, e shlirun Persin prej zullumit, edhe atëherë Suraka doli edhe vanxori letrën, tha, këtë letër ma ka dhënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kur i morën teshat e mbretit, ki doli me letër edhe i mori bilizikët edhe teshat tjera të këtij mbreti. Kjo tregon se muslimani duhet të jetë optimist, të ketë vizion, ama jo optimist ta me dhe të fleje, të bëje plane, të punoje, në qëse në një kohë ka problema ndaj këndaj, nuk duhet dorëzohet, duhet punojnë në mënyrë permanente, ti të i kaloje këto probleme me punë, me vigjilencë, me mençuri, me iman, me mbështetjen Allahun xhaleshanu që në tarmen inshallah të dalë një ditë të ngallëj pra e ardhme edhe pra siç ka qenë në të kaluarën të qemi përsëri bajraktar civilizimit, kulturës, zhvillimit dhe çdo gjë tjetër si na ka hije neve muslimanëve. Kjo ishte në disa pika vetëm ndodhia e hijretit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe disa nga mësimet përndryshme kam shkruar edhe një libër rreth hijretit e ka emrin Shenja në rrugën e hijretit, është mbi 100 faqe libri, paramendoni do thot sa ka të flitet për hijretin. Po inshallah këto fjalë bëjnë dobi për ju, s'pari bëjnë dobi për mua si ligjërues, si dhe për gjithë ata të cilët na kanë dëgjuar. Unë ju falenderoj që patët durim gjatë gjithë kësaj kohe, që dëgjuat mirë, inshallah Allahu xhaleshane dhe juve se va bashkun, se në një vend ku dëgjohet për Islam, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë pra ku lexohet Kurani, ku mësohet Kurani, aty vinë edhe melekët inshallah dhe melekët në këtë tubimin ton ka qenë prezent dhe na mëshojnë gjithëve edhe neve edhe juve. Allah ju sa më shpërblet. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. ويتم حسن الله